Realisht po bëjmë maksimumin për me forcu grupin. Dim që në mars na presin neshe shumë vështira, me që kemi edhe një grup shumë të fortë. Dhe për me bënë ne më të mirën tonë dhe me pretendu diçka më shumë, normalisht na duhet që grupi të forcohet. Kemi në fakt 6 vajza të reja që vinë këtë grumullim dhe duhet të falenderojmë edhe federatin që na kanë krijuar mundësinë që të shohim nga afër edhe të shohim se sa janë të përshtatshme për t'ju bashkangjit grupit që kemi. Futbolli i femrave në Turqi ka një zhvillim shumë të mirë këtë periudhën e fundit. Dim që është një kombëtare e fortë, edhe ka hyrë në Ligën B dhe është një ekip pothuajse i barabartë me ne dhe një test mjaft i mirë për të pasur se ne ku jemi realisht me gjendjen tonë. E dim se çfarë kundërshtarësh kemi në grup, e dim se çfarë mundën ne me bë. Normalisht që don shumë punë, don që t'i bëjmë hizmetin punës në maksimum dhe për të marrë maksimumin tonë që mundën me marrë këtë grup. Unë kam pretendime shumë të vajzat, duke ditë kualitetin e tyre, cilësitë që kanë dhe do zoti edhe këto vajzat që kemi afruar t'jenë pjesë e rëndësishme për skuadrën tonë. Sa më shumë zgjidhje që të kemi, aq më mirë do të jetë edhe për futbollin edhe për kombëtaren.